s'është që i preferoj. Kejt uvejat janë s'është që se bëj. negative. Për shembull, më thon një herë në vetë, nëse du shpejt me shku dikon pushim, zakonisht lëkurën e kam shumë ndihshme edhe nëse shkoj dikon pushim 30 e para muna shumë u djeg. Sa do që i kam kujdes edhe runa. Nështë 5-6 seanca, visa me marrë një ngjyrë. Nuk i preferoj, në ne është që e mplakja lëkurës që i bëhet, është janë kancerogen është long time. Asnjëherë çdo side effect nuk është sot për nesër, ajo ma vonë shfaqet. Për shembull den shumë njolla në fytyrë, në trup, që kum pa shumë femna që s'doken bukur. E për që ato gjithmonë jem mundu me evitun edhe diell ç'të normal nuk është që i dalë edhe me najt me ortona. Po, vishë edhe nuk preferohet mi dalë diellit. Bile kur janë uvejt ma të fortat që është 12 deri në 2, gjithmonë e për Evropë mbyllin ose në për botë. Për solariume deshit. Në më përqeq që artë, se është shumë që të njëtë nësana ku menua dhënë disa e kum hiqti biznisit vetë. Ta është i pasi solariume, roba krejt. Jo, kjo është, shumë besa është e keqe. Sa një maj keqe mu i bëhet dhe maj rëzikshme që solariumi është kur përdojtën lampat e argjume. Që është... Po që t'jojnë ka 30 minuta me najtë. Nëse ki... Ja, të varët sa ta banë. Jo, la ka po të rrasë 30 minuta dhe së më kanë zi heq, se këm ti të në qenë lampat. Se kom heq? Jo, jem konë, po thamë, kur jem konë 30 minuta dhe si më zi. Këtë varet të lamba që është, edhe cilat po, më ka rajtë të shkove të fundë me lezu shumë dhe me studiu mirë. Dhe deri nësa, do më thonë, gjithë sistemi, sidomos Ergoline, që shqitet i mjetëve, e kishë në sistem, qatë sekund që hargjot lomba, aty nuk të vezet solariumi. Do të vishë hargjojnë pa lidhje njerëzit me shku në solarium, që ne tash du me bo, tash tjetërin se nuk vezet solariumi. Tash shka kanë botë na, është që i kanë morë disa mjetët vogla, edhe edhez direkt, do më thonë, edhez me dhunë, pra sy se ta qetë ato. Nese lampa është i tep një gjyrë të portakalt, kur është e hargjume. Dhe ku hi kom ledzu mirë, kështë taman jam një 2 muje, diçka, taman e kom studiu si fitnessin. Nëse janë lampat në regull, nëse janë tana, do më thonë se cilë solarium ka kollagen, ka vitamin D, i ka krejt deri sa lampat janë në regull. Nëse lampa nuk ka në regull, nëse ki kancer se cilët për njëve e ka 1%, do më thonë, me njëherë e ki 30% ma shumë, edhe e ka domin e azimpiku që ta, do më thonë, shkon të ta rrudhë ftyren, të i morë ato. Nëse lampat janë këshia arsani ma i keqë në botë. Pra problemi që ndronë të lampa, si pas... Problemi që unë, sa e kom po atash, më ka dash mi hi më ka dash mi hi mirë, për asy aty hinë edhe fëmija janë. Unë tashem të e bërë që administ, faktikisht beauty secret tash është joni. Edhe kom hi e kom ledzu mirë, e kom ledzu qdo sen. Kur gjo nuk ishe përmen, shvishëm nëse na i ikun. Edhe fitnis është sen e shnetë shumë, a ishtë shumë të mbot, për nëse na i kalojmë pjesën tjetër, dhe më thonë, mas ne e kalojmë atë shku në solarium? A shkon? Unë, fakt, do shta mu lidhë me që tonë, ka ku që nuk shkaj unë e dilin, do të dhënë jam vetë se shkon edhe e marrë shumë shpejt në gjyren, për një ditë do të bëna e kaft, falimderit gjenetikes këto, por... Falimderit momi babit. Para 15-16 vite e mboj men që kom shku në solarium, edhe fakt... Unë, kur nuk jëm djek për dilles, në solarium hera po një dhe dam që jëm djek ku kom për dillet, do të të lekurëm ka djek, që i bjen që trupi jam nuk është okej me forcen e lompave që unë i kum përdojnë. Ka, për shamull kish, dikun deri në 15 lojt lomba. Këtë se unë nuk jam fort informuar për solarium. Kish për 15 lojt që ndohet gjithë shkapi, që bëhet gjithë shkapi. Kjo është si puna e këto, nëse varet na që shdoj me ba. Do më thonë, sistemi si sistem, ta jetë në regull. Për na që nëse dojmë me fitu pak ma shumë, i bojmë sanët e këshia, njëjtën si fitnesi. Pra, për ta përmbyllur këtë pjesë do të kalim në diçka tjetër, pak të paragjukimet, duhet të kenë kujdes. Do më thë rezultati nuk vjen me njëherë, duhet punojnë për me ashtë. Kjo është mesazhi kryesor. Edhe këto kontrolat të salum dish kontrola jonë që s'ka kush i kontrolan. Për arsye se sistemi si sistem, lampa ta jep e ka me limit sa orë puni dënë. Edhe me njëherë e merë ngjyrën tjetër, e shumë e letë me dalu. Jo e letë shumë. Diçka që ka vrej, tek gjenerata e mesme që janë shumë aktiv në Instagram, duke postuar, duke shkuar në fitness e kështu me radhë, ka një lloj paragjykimi, që besoj do të mund na jap një përgjigje pak edhe dragusha, nëse ka ndodhur ndonjëherë me marrë ndonjë paragjykim të tipit siç ndodh tek ne, zakonisht që të mosh për shkon fitness, që është totalisht e paqëndrueshme. A e ke ndjerë ndonjëherë veten i paragjykuar nga të tjerët për faktin që ti kujdesesh për veten? Ndoshta mas shpinës kam folë, po kështu për balë nuk më kam folë. Po ndryshe, po mas shpinës mujnë me folë, po ata që folë mas shpinës. Që t'je kam venin? Që t'je kam venin? A paragjykohen burrat?
Po çfarë? Gratë paraqikohen, jo burrat. Unë mendoj çka do që të bën gruaja që paraqikohet. Burrave gjithë ju mas letë keni. Gjithçka më bë. Po për gra, po në fillimet e mia. Neve na thonë për shkakun burrat i thonë që ka pa adoleshenca e vonshme tash. Ani dhe çka ka lidhja ajo edhe ma mirë se ka lidhje janë çfarë. Unë mendoj që na nisim që thar kur ne mendojmë që jem të plak pak nisim me rritë ato. Kështu që mirë. Nuk po besoj që vajzat e gratë paragjykojnë që kujdesen për vetë, merren me fitness me. Jo, nëse jenë mosh për shembull 45, 55, e shoh komentet, ju që i lexoj shumë komente, më kanë rënë shumë shpesh në sy për disa klientë kur kanë postuar, aty kur kena botë online programe para 3-4 vite, thëshin, "Oh, çuçi keni nisë me, a di sa ajo ka botë tag Juliana, po normal që kur po çaf me ditë çka po mendojnë njerëzit tjerë për trupin që ja kena botë asoj grus, ka qenë shumë paragjykuese, ha. Edhe shqiptarët jena pak popull paragjykues, po s'ka gale. Na e thejna paragjykimin edhe ecën për para. Me pas pak pesh, pse pesh? Mos me pas po do bukur, pse po do bukur. Shumë për arsye tash të shumë e mosh, na do të më shumë ran killa. Nëse s'do me pas ndaj heart attack. Po ai kam vret të ndryshimit tek këto po me ato mos e smut diçka, çka ka ndodhur. Du me ecë mirë në kom se marrohet tek 15 orë në punë, nuk po më ngajt më me 120 kg në kom të ditën. Kjo problem. Mirë është që njerëz janë vendisu, sidomos rinia ajo që thotë domethënë shishia mesme, më thonë, është mas miri, apo edhe trit krejt adoleshent që janë, unë e shoh shumë tash në fitness që të kalume nuk kam po. Ndoshta kur thon kalunë ngeni para 30 ta janë shumë amati me fitness, po unë veç para 4 vite e di në fitness kush ka ardhur, edhe tash vin domethënë në rinia, edhe japin shumë rëndësi domethënë trupit, linjave të veta, domethënë edhe me qenë mas sportist. Apet meshkujt u kom pak ma ndryshe për 15 vite. Unë e moj men 2008 kur ku morë në Kosovë, morë të geni me ushtru. Në atë ko, i në akon, jo shto, 2 në akon, u kon një qik tjetër dhe one. Gen, qka ka rëke Gjuli në atë ko me ushtru? Tregoj. Format, ajde tregoj. Ja, se kom format kërë. Ka shumë sene që unë kjo nuk pajtohem. Sa i ta kom fitnessit, po Gjuli është e vetëmja që kur njetë s'ka thonë nuk e bëj. Ja, unë e thëmë, dy qefa. Ja, Gjuli, e që ka pas një problem nëse nuk e munan. Dhe më thonë në konon, hepja ka njës ka bëj gare, si ja ka njës është të na i ke me, po është